A mund të ulem? Jo, Jo. Po pse? sepse këtu ka edhe një gotë tjetër dhe është e mbushur plot. Po shumë mirë atëherë. Edhe unë po ulem dhe po e pik të gotë bashkë me ty. Kjo gotë nuk është për ty. Kjo është vetëm për atë që do të vi. E për këna qënë ka kjo gotë? Kur nuk e di unë, kuptohet, nuk ke si ta dishti. Po mirë, po si kur aji që ti pre të vi, të mund t'jem unë. Nuk ka se si. Po ja që edhe mund të ketë se si. Nuk mundet. Nuk mundet sepse ti më kalon çdo ditë këtu për para meje, në këtë vend. Dhe asnjëherë ti nuk e ke kthyer kokën për të më parë. Thua ti? Kam kaluar çdo ditë dhe të kam parë edhe pa e kthyer kokën. Gjithmonë kam menduar se ti di kë prisje, dhe nga pritja e gjatë, fillove të thinjeshe. Por asnjëherë nuk të pash me dikë tjetër në tavolinë. Sepse ai dikushi tjetër nuk ka ardhur akoma. Por kjo nuk më pengon që unë të vazhdoj e ta pres. Pra, ajo që ti ke pritur dhe ëndërruar të vi sot, në fundit, u bë e njohur. Ta-ta! Ti je ajo që unë prisja? Jo, nuk jam unë ajo. Unë jam një nga pritshmëritë e tua. Kushdo mund të vinte të ulej në këtë tavolinë, por më të mirë se mua nuk do të kishe asnjë. Më falë. Po pëse zgjodhe pikërisht këtë tavolinë për të ulur? Ndërkohë që ky lokal ka plot të tjera tavolina bosh? Sepse nuk më pëlqen boshllëku. Unë kam dëshirë që vetmin time ta ndaj me një të vetmuar tjetër. Jo, unë nuk jam i vetmuar. Sepse gjithmonë unë e kam ditur që dikush do të më mbush vetmin time me prezencën e tij. Pra i bie që kjo prezenca të jem unë. Nuk e di. Prezenca jote mund të më largoj vetmin, por edhe mund të më bëj më të vetmuar se që jam. Që ngeni shumë i komplikuar. I komplikuar. Komplikimin e ka shpikur raca njerëzore. Atëre kur ne si racë vinim nga yllësit të tjera, gjithçka ishte shumë e thjeshtë. Po pse sipas teje ne vim nga një univers tjetër? Universi është vetëm një. Dhe ne jemi vetëm një grinë se vogël e këtij universi. Ata që na kanë krijuar kanë qenë shumë më të ditur se ne. Dhe sa do të përpiqemi t'u afrohemi atyre, aq më tepër ata ne do të na largohen. Po mirë atëre, përse na largohen dhe nuk na afrohen, me që ata na pas kanë krijuar? Po sepse ne nuk i ndoqëm udhëzimet dhe këshillat e tyre. Dhe ata na lanë të vetmuar në mënyrë që ne t'i zgjidhim vetë problemet tona toksore. Atëre cilat janë këto probleme të pasgjidhura nga ne? Uria, pabarazia, egoizmi njerëzor, luftrat për më shumë pushtet, dominimi turmës verbër për të ndryshuar sistemet, dhe sistemet janë po ato, dhe turmat shërben thjesht, jo për t'i ndryshuar, por thjesht për t'i zvendësuar me një sistem tjetër, që faktikisht jo më të mirë, por më të keq se sa ai paraardhësi. Nuk e kuptova këtë lloj teorie, edhe pse ju dëgjova me shumë vëmendje. Sepse ti je i vëmendshëm, është vetëm hapi i parë i një njeriu civilizuar, pavarësisht nëse ti e kuptove apo jo. Faleminderit, por kur nuk e kuptova, si mund ta besoj dhe të vazhdoj bisedën me ty? As mos pretendo që njerëzit sa do të dëgjueshëm që ti jenë mirëkuptues. Mirëkuptimi në rastin më të mirë ndodh vetëm brenda vetvetes. A mund ta pik të gotë që kam këtu përpara, me që ti dikë po prisje? Jo, asnjëherë nuk mund ta pish, sepse personi tjetër ende nuk ka ardhur. Okej. Atëherë po thras kamarierin të më shërbej diçka. Këtu nuk ka kamarier. Po këto dy gota kush t'i solli në tavolinë?
Këto gota unë I marr me vete çdo ditë nga shtëpia ime. Edhe në fund të ditës pi vetëm gotën tënde, apo edhe të ati që do vi? Jo, nuk pi asnjërin. Dhe janë gjithmonë të dyja plot. Unë nuk mund të pi një gotë pa e bërë gëzuar me dikë tjetër. Po mirë, a mund të bëjmë së bashku gëzuar? Jo, nuk mund ta bësh gëzuar kur unë jam I tristuar. Po mirë, pra mbase gjejmë ndonjë mënyrë që të gëzohesh edhe ti. Gëzimin tim kam kohë që nuk e takoj. Po ja që mu takove mua. Mbase mund të jem unë gëzimi yt. Po të kishe qenë ti gëzimi im, do ta kisha kuptuar që kur erdhe. Po pse nuk erdha unë e gëzuar? Ndoshta, por gëzimin e kisha aq të fshehur, sa që unë nuk e kuptova dot. E vërtet. Unë gjithmonë përpiqem ta fsheh gëzimin tim. Në këtë botë të trishtuar ka kaq shumë trishtim, dhimbje dhe plagë shpirtërore, sa që mua më vjen turp ta shfaq gëzimin tim, sado e gëzuar që mund të jem. Më fal. Ti përse ke frikë të shfaqesh ashtu siç je? Po sepse të shfaqur siç jam, do të më bënte të ndihesha fajtore. Në rastin konkret, unë nuk e kuptoj fajin. Apo sepse faji është një nocion abstrakt. Unë e ndjej vetëm fajtore, jo sipas gjykimit tënd ose të tjerëve, por sipas gjykimit Po tim. mirë pra, po kush të garanton që gjykimi yt është I saktë dhe I vërtet? E po, saktësia dhe e vërteta janë koncepte abstrakte. Varet kush gjykon dhe I vlerëson. A e di çfarë? Bollë se po më lodh me këto teori idiote. Idiotësia është një fenomen njerëzor, të cilin nuk e përjashtoj as nga vetvetja. Atëhere, të lutem, unë nuk preferoj të bisedoj më me një idiote. A mund të largohesh, të lutem? Si mund të largohem, kur unë nuk e kam pirë akoma këtë gotën? Atëhere, ktheje me fund edhe largohu! Po e ktheva me fund këtë gotë, do të bëhem çakër qefe, edhe pastaj do të porosis në këtë lokal një dopjo tjetër, që të ke mundësin të përballem me një burr pianec, edhe pse nuk ka pirë as gotën e tij të parë. Si kur ta thash që ky këtu nuk është lokal, dhe këtu nuk ka kamarier që mund të shërbej. Thua ti. Kamarier? Kamarier! Kamarier! Nuk ka kamarier këtu. Thua ti! Kamarier! Më falni për vonesën, por kemi kaq shumë klient në lokalin ton, sa unë e kam të vështirë t'i përballoj. Ju lutem, lexoni menut urgjentisht edhe më jepni porosin. Në çfarë gjuhë e keni menun? Në gjuhën tiranse, korçare, tropojane, vllaçe dhe çamçe. Po unë që jam nga Çamëria, a mund të porosis një di pemë bithe të cirikuar në cirikuqe? Po unë që jam nga Tirana, a mundet të mbish I ta dhëjet me gabzherna, e në promëlsin du I fshes fyti me sherbet të omël. Nuk më intereson fare se çfarë gjuhë zgjidhni ju. Ne shqiptarët flasim shqip në gjuhë të ndryshme. Edhe aq shumë flasim si shqiptar, sa që as vetë nuk e dim në flasim shqip apo jo. Më fal, po përderisa ne po flasim shqip, edhe po merremi vesh shqip, do me thënë që shqiptarët edhe mund të merren vesh me njëri tjetrin. Po, jo për hir të gjuhës ama. Do të porosisni tani se lokali është plot. Ja. Pikërisht kjo është e keqja e shqiptarëve, që në një lokal të zbrazur, kur ka vetëm 2 persona, e konsiderojnë plot. Lokali është I mbushur sepse ka 2 vetë. I zbrazur do të qenë atëherë kur të kishte vetëm një klient. Me qenë se ky lokali qëngër ka I mbushur plot e për plot, atëherë do të na bëni ndonjë ulje çmimi? Çmimet ulen në bazë të porosisë. Çfarë do të porosisim I dashur? Që kur u bëra unë I dashur yt? Është vetëm një mënyrë të thëni. Po këto të thënat varet se si thuen.
Edhe kjo, e thëna jote, nuk e di se si më tingëlloj. Po pse, nuk të pëlqeu tingëllimi? Jo, më tingëlloj, tingull goxha koefidencial. Se dhe unë konfidencën po kërkoj nga ti. E nderuara koefidente. Të nderuar konfident. Do të më thoni çfarë do të porosisni, se ju thash që unë jam e mbytur në punë. Ma më falni, po si mund të porosisim kur ne ende nuk e kemi lexuar menun? Atëherë lexojeni, vendosni, ndërkohë që unë po largohem, edhe kur të vendosni, ju lutem të më lajmëroni me një fishkëllim. Ditë fishkëlleshti? Çfarë melodie preferoni që unë të fishkëllej? Më pëlqen shumë melodia e këngës E kut ka lala mi kumrie. Kjo këngë edhe mua më pëlqen, por ju lutem, unë mundet që në vend që të fishkëllej, t'ja ua këndoj? Vetëm fishkëllimat do më bëjnë të vi. Ka ndodhur disa herë që klientët që nuk kanë ditur të fishkëllejnë, kanë kënduar. Stonatura e tyre më ka bërë që t'i godas me këto menu kokës edhe t'i përzë nga lokali. Edhe ata si kanë reaguar? Mu zotuan që do të ndishnin një kurs privat kantoje. E kanë mbajtur zotimin? Kur erdhen herën tjetër, kënduan pa asnjë stonatur. E keqja ishte se lokalit i kërkuan lekët kursit kantos. Dhe ju ja dhatë? Ne jemi këtu për të marrë, jo për të dhënë. Ne u japim për shesh me dhall, edhe një dhall të thartuar. Është receta më e mirë kundër diabetit, kolesterolit, gurve në veshka, kancerit të qafës së mitrës dhe kancerit të mushkërisë. A mundet, ju lutem, të na i përsërisni edhe një herë këto të mirat që do të na vinë nga këto lloj dhallërash që ju dispononi? Sigurisht. Këto lloj dhallërash bio që disponon lokali ynë me 12 yje, parandalojnë dhe shërojnë 12 sëmundje të ndryshme. Po mirë, qoftë se unë vuaj vetëm nga 2 sëmundje. Ç'më duhet mua dhalla juaj e thartuar për 12 sëmundjet e tjera? Më falni, unë si pas analizave unë nuk vuaj fare. Asnjë sëmundje nuk ka guxuar të depërtojnë organizmin tim. Atëherë, për ju, kemi një menu të veçantë që do të bëjë të sëmuresh me të paktën 6 sëmundje, në mënyrë që menuja jonë të ketë efekt. Po unë nuk dua të sëmurem nga asnjë lloj sëmundje. Do me thënë, ju doni që lokali jonë të falimentoj? Jo, absolutisht jo. Por këtë menu, ju lutem, ju mund t'ja servirni kësaj zonjës këtu. Okej, por në qoftë se si që a thash, unë kam vetëm 2 sëmundje. A mund të më bëni një menu që kuron vetëm këto të dyja? Ne shërbejmë në çift. Duhet patjetër që edhe partneri yt të ketë një sëmundje. Po kur nuk kam, do të ta krijojmë ne me shumë dashuri, me mirësjellje, edhe me vullnetin tuaj të lirë. Ju falenderit shumë për dashurinë dhe për mirësjelljen tuaj, por unë nuk dua të sëmurem. Po as për të më shpëtuar mua? Nuk do ti që ta shpëtosh këtë bukuroshe që ke në krah, vetëm e vetëm se nuk do të smuresh me një 2 sëmundje të vockla? Po zonja, po ja u bën të qartë që sëmundjet do t'jenë fare të vockla. Nuk dënjon ta bësh këtë për mua? Më falni, kush jeti? Nuk më njeh. Jo, absolutisht jo. Të mërshme, të mërshme. Turp, ju gjej së bashku në tavolin, edhe ke guximin, edhe pa fytyrsin, të thuash që nuk e nje? Po kur nuk e njoh, nuk kam si të them që e njoh. Kjo zonja më erdhi papritur, ndërkohë që unë po prisja atë. Edhe më ulën tavolin. Po përderisa nuk ishte asnjë vend bosh, u ula në një karige që ishte bosh. E shikoni, çfarë klientele të llaftarshme ka lokali ynë? Po, kjo llaftaria e këtij lokali më ka sjellë çdo ditë këtu. Po, por asnjëherë nuk keni porositur. Keni qëndruar më shumë se 12 orë edhe asnjëherë nuk keni paguar. Po
Po për çfarë duhet paguaj? Për faktin që unë çdo ditë të pastroja tavolinën edhe të silja tavlën e cigares. Më falni, po unë nuk e kam parë ndonjëherë zotrin të pi cigare. E pi fshehu razi. I ka premtuar gruas që nuk do të pi më cigare edhe vjen këtu edhe e pi fshehu razi. Dhe nuk ka zgudzim ta shkon cigaren në tavlën që unë i ofroj. Sepse unë nuk kam dashur që ju të mundoheni. Po atëhere, përse më mundon mua? Pse e mundon të shkretën vaj? Ju lutem shumë të dyjave. A mundem t'ju bëj një kërkesë brenda gjithë mirësjelljes që unë pretendoj se kam? Po të ishe i mirësjellur, zotria jote, nuk do ta katandisje këtë vajzë në pikë të hallit. Lere, tani. Përderi se nuk e kupton se ku më ka katandisur, do të thot që ky... Ju lutem, ju të dyja në fakt, më keni katandisur mua në këtë gjendje që po uluras. Se edhe unë nuk pari ta kuptoj gjendjen time. Atëhere, qetësou dhe përpiqu të kuptosh se në çfarë gjendje ke qenë, dhe do të jesh. Dakor. Por ju lutem që dhe ju të dyja duhet të bëni të njëjtën gjë. Stop! Jeni mirë? Po. Mendoni që mund t'ishit edhe më mirë? Jo. Atëherë pse grindeni edhe shërroseni me njëri tjetrin? Ja pra, që gjithçka shkon mirë e bukur. Ndoshta. Jo, pavarësisht nga kjo e mirë dhe e bukur që ne na bashkon. Për mua, përbën një lloj shqetësimi që kam, e cila lidhet me fizikun tim, elegant, të kolm dhe të përkryer njëkohësisht. Ti nuk më kishe folur kur për këtë shqetësim kaq shqetësues. Po si mund do të flisja më parë, kur ne sot u takuam për herë të parë? Zonjë nderuar, me çfarë lidhet konkretisht ky lloj shqetësimi që ju shqetëson? Po ja, her pas here më kryen cicat. Sidomos kur bëj dush me ujë të ftohtë, dhe më e tmeshmja është se gjithmonë shikoj ëndra sikur nuk kam cica fare. Kjo është një shenjë shumë domethënëse që juve deri tani nuk e ka kapur njëri prej cicash, edhe për pasoj mund të vuani nga kanceri i gjirit. Po për kancerin e cicave nuk keni parashikuar ndonjë menu të posaçme? Sigurisht, por kjo varet nga lloji i cicave që disponon klientja. Po dhe sikur ne të mos vuajmë nga këto lloj sëmundjesh që ju po pretendoni që i kuroni. E mund të mos vuani sot, zotri, po kush ju siguron që nuk do të vuani në të nesërme? A keni ndonjë mjek apo dietolog që të mund të na shërbej me këshillat e tij? Sigurisht. Çdo menu dhe ushqim që përgatitet për klientët tanë ka konsulencën e rrept të disa dietologëve të cilët janë të lumtur që shërbejnë në këtë lokal për t'i shërbyer sa më shëndetshëm klientëve tanë që sa vinë edhe shtohen. Jeni vërtet vetëm 2 klientë në këtë lokal, por ama vetëm për momentin. Në qoftë se do të keni kënaqësinë e padiskutueshme të qëndrimit edhe më gjatë në këtë lokal, do të jeni dëshmitar të klientelës tonë, e cila sa vjen edhe rritet. Po. Po për të patur një gjykim profesional për menun tuaj dhe atë gamën e madhe të asortimenteve që ju shërbeni, a mund të bëjmë, ju lutem, një konsultim me krye dietologun tuaj? Sigurisht, por në qoftë se ai do të ketë kohën e domosdoshme. Koha e ti është gjithmonë në funksion të klientëve tanë. Dhe edhe atë ne do t'aftojmë me fishkëllima apo duke kënduar. Për momentin, do shkoj ta thrasun. Shumë faleminderit. Arritet ta lexosh të tërën? Jo, vetëm në pak gjuhë.
Po mua mu duk që menuja është e shkruar vetëm në shqip. Po pikërisht pra. Prandaj edhe kam kaq shumë pak qartësira, sepse ne shkruajmë edhe flasim shqip. Po ja që nuk po merremi vesh dhe nuk po kuptohemi me njëri tjetrin. Ju lutem, qetësohuni. Ky është ai për të cilin ju fola pak më parë. A mund t'i ulim duart? A këtë halala, moj kumrije, aman. Mund t'i ulni duart në qofë se ndërgjepa nuk keni armë të ngrohta, ose të ftohta. Po, më falë, kam vetëm një armë të vakët. Do më thënë, ase ngrohtë, ase ftohtë. Mundem t'i ullë duart? Varet nga temperatura maksimale dhe minimale që ka arma juaj. E mira është që në raport dhe gjatë bisedës me mua të lini në tavolin atë lloj arme. A ju lutem, qëllimi i takimit ton me kërkesën tuaj ishte vetëm sqarimi i përbërësve ushqimor që përmban menuja jonë. Mos hynë tani në kanale dhe anale tjera. E sepse duke qenë se qëllimi ynë parësor është të mirë ushqyerja e popullatës, preferoj të kontaktoj njerëz të cilët më mirë kuptojnë dhe më mirë besojnë. Të nderuar klient, ulini duart. Cili është problemi juaj në raport me menun dhe ushqimet që servir unë në këtë lokal? Ne nuk mund të japim mendim të paracaktuar, sepse e vërteta është akoma nuk kemi provuar asnjë lloj ushqimi të përgatitur nga ju. Përpara se t'i provojmë, ju lutem, a mund të na thoni për origjinën dhe për efektshmërinë që kanë ushqimet në një organizëm njerëzor? Lënda e parë ushqimore që përdor ky lokal është pa diskutueshmërisht më e mira në rajonin ton. Kur them rajon, e kam fjalën jo vetëm për rajonet në të cilat ne kufizohemi, por edhe më gjerë. Ky produkt ushqimor i përgatitur dhe i servirur nga lokali ynë në një të ardhme afat të shkurtër, afat të gjatë dhe deri në limitet e kulinarisë botërore, do të mund të marrë çmimet më prestigjioze në mbar botën. Gjellërat e mia do të kenë mundësi të shijojnë qeveritar dhe president shtetesh. Atëherë kur unë mund të ushqej me ushqimet e mia këtë lloj kategori njerëzish, se mundet të mos ju shërbej juve, dy anonimëve me formulat e mia. I nderuar zotëri, a mund të na thoni se çfarë lloj arsimi kulinar keni marrë dhe ku e keni marrë? Shkollimi nuk vlen asnjë gjë në raport me përvojën jetësore. Edhe këtë përvoj, unë e kam përfituar nga gjyshja ime ndjerë, e cila përdorte për mjekimet efikase të gjitha gjethet dhe lulet që e rrethonin. Çdo bimë dhe gjethe ka efektin e saj shërues, mjafton të dishë kur dhe tek cili pacient duhet përdorur. Për shembull, nëse të pëlqen japraku, duhet përdorur gjethja e rushit. Nëse ke dhimbje të kokës, mund të përdorësh 27 lloje gjethesh dhe bimësh, nga të cilat mund të mos bëj efekt asnjëra, por nuk presupozon që ti të heqish dorë nga to, sepse dikur, mbase ndonjëra, mund të bëj edhe efekt. Na falni, por ne ju pyetëm për ushqimin që mund na servirni. Për ata po flisja unë deri tani? Po,
Po, nuk na thatë asgjë për dhallën e thartuar, recetat më të mira kundër diabetit, kolesterolit, gurdhet në veshka, kancerit në qafën e mitrës dhe kancerit të mëlçisë, si dhe kancerit të cicave. Kjo varet nga lloji i cicave. A mundet që të më tregoni cicat tuaja në mënyrë që unë t'i vështroj? Ti prek, ti diagnostikoj nëpërmjet duarve të mia delikate në mënyrë që të kem mundësi të përcaktoj diagnozën dhe më pas mjetin e kurimit. Dhe këtë doni ta bëni këtu, në sytë të dashurit tim? Ju lutem shumë, boll e ngarkuat profesorin me pyetje idiote. Do të porosisni gjë në këtë lokal, apo jo? Po si të porosisim kur nuk e dim se çfarë do të ham? Unë jam gati të ha çdo gjë. Vetëm ju lutem, na sillni se më gri uria. Ky është tamam burr. Doj që të haj dhe nuk I intereson fare se çfarë do haj. Po mua që më intereson, Di shembullin e burrit tënd. ta nuk e kam burrun. Më keq për ty. Një burr si ky do ta kishte zili kushdo. Po merre ti për burr atëherë. Nuk kam se marr burrin e një tjetre. Unë kam 100 meshkuj që më vjen vërdall. Dhe nuk e zgjedhur akoma asnjërin. Kjo tregon që ti ke preferenca të tjera seksuale. Preferencat e mia seksuale I din fare mirë ato 100 burrat që sapo të fola. Madje I di edhe unë. More, do të na sillni ndonjë gjë për të ngrënë, se mua nuk ma shtu fare për këto preferenca tuaja. Urdhroni, çfarë dëshironi? Çfarë do lloj gjëje që mund të hahet në këtë lokal? Vetëm ju lutem, na e sillni sa më shpejt. Se për ndryshe, unë nuk do t'ja shoh bojën më këtij lokali. Keni plotësisht të drejtë, por kjo nuk varet nga unë. Varet nga zotëria që gatuan me duart e ti delikate. E kam një orë këtu dhe akoma nuk po më thoni çfarë dëshironi që unë t'u gatuaj. Çifti juaj më kujton një çift tjetër I cili frekuentonte çdo ditë lokalin ton edhe nuk porosiste kur asgjë. E ke fjallën për atë vajzën bjonde me kaçurela, edhe atë djalin e gjatë me flokë të zeza të drejta. Ja. Ajo ishte brune me flokë të drejta, ndërsa ishte bjond me kaçurela. E këtë çiftin më duket se kam parë edhe unë në këtë lokal, Po unë pse nuk e kam parë? po sepse nuk kemi qenë bashk. Në atë moment. Ne bashkë nuk kemi qenë asnjëherë. E po atëherë, përse më thua I dashur? Dashuria nuk ka lidhje me të qenurit bashkë. Dashuria është frym dhe jo kontakt. Po? Do më thënë, sa herë që unë marë frym, unë dashuroj? Sa herë që ti marrë frym, ti dashuron. Po kë? Atë mund ta dish vetëm ti. Po kur nuk e di? Vazhdo të marrësh frym. Po kur ne nuk vuajmë nga mushkërit dhe mezi marrim frym, prap dashurojmë? Po prandaj e kemi ndërtuar, krijuar dhe modeluar këtë lokal. Të shërbejmë njerëzve duke u hequr të tëra sëmundjet në mënyrë që ata ta gëzojnë jetën dhe të vazhdojnë të dashurojnë. Po kur unë nuk kam se këtë dashuroj. Këtë dashuroj unë. Ja ku më ke. Dashuron mua, edhe merr frym sa të duash. Si mund të dashuroj kur unë ty nuk të njoh fare? E
Po njihemi atëherë. Edhe po njohëm? Atëherë, ti nuk ke për të më dashur kur. Po sepse ti je një femër egoiste. Jo. Je e pavëmendshme, e pa kuptueshme, e pa tolerueshme dhe pa dhe shumë të tjera pa e pa. Më falni. Do të na sillni ndonjë gjë për të ngrënë? Apo edhe këtë lokal ta fuske lista e këtyre pa, që më la pa ngrënë deri tani? Ja, këtë thosht edhe ai qifti Biondo Brun. Ankoj, sa eri që vinde dhe unë u shërbeja vetëm me asortimentet që përmban menuja jone larmishme. Ore në sillni pra këto asortimente të larmishme, se qashtë është 100 herë që po ju them. Po ju lutem, po ju përgjërohem, po ju bie në gjunjë. Të jeni të bindur që mbas 2 minutash, mua do të më bjerë të fikët nga tangrënët. Vuaj nga diabeti! Ma su përkëdheli, dashur, kur nuk më ke thënë që vuan nga diabeti? E nuk kam pasur rast e dashur. Nuk kam pasur rast, sepse është hera e parë që takohemi. Do porosisni ndonjë gjë se po më mbaron orari punës mua. Unë do të preferoja. Po? Oktapod. Iriqa deti me ngjyrë ciklamini dhe oktapodin se harova me 9 këmbë. Dhe supën e famshme të breshkave të detit të kapur në brigjet që ndajnë deltën e Amazonës me oqeanin Indian. I keni këto në lokalin tuaj? Për këtë duhet të pyesni kamarierën. Zonja kamariere, a i keni këto asortimente shtesë që porositi kjo që pretendon se është e dashura ime? Çdo gjë që keni në menut për kace, ne e disponojmë. Këto që ju porositi i keni po apo jo? Çdo gjë që keni në menut për kace, ne i disponojmë. A mund të ma përktheni, ose sqaroni këtë menu që thoni ju, sepse mua më rezulton që këtu nuk ka asgjë. Ne keni lexuar me vëmendje maksimale menun që ofron lokali jun? Jo. E shikoni pra që gabimi nuk është i yni. Do t'ju lutesha ta lexonit edhe një herë me vëmendje menun tonë. Do të më sillni ndonjë gjë për të ngrënë apo unë ta... Apo çfarë? Apo çfarë? Çfarë? Do të hyj vet me vrap brenda në kuzhinë dhe do të marr një pjatë gjigande, do ta mbush me çdo gjë të ngrënshme dhe do të ha. Qoftë se do ta gjeni kuzhinën. Provojeni, po ja mbajti. Në qoftë se nuk jam mban këti, ma mban mua. Do të ham e do të pim në këtë lokal sa të dëndemi dhe do të paguajmë kur të na doj kokra e qefit. Se na sonët në majtë të hondës. Kështu tha edhe ai çifti Biondo Brun, por asnjëherë nuk e bëri. As më intereson fare për këtë çiftin Biondo Brun dhe për këtë të 1 milion të herë po ju pyes. Do të na sillni ndonjë gjë për të ngrënë? Po apo jo? Po si mund t'ju bijem ndonjë gjë nga kaq shumë gjëra që ka lokali ynë? Si mund t'ju shërbej kur ju nuk keni lexuar akoma menun e famshme të këtij lokali? Kushti i parë që ju duhet të plotsoni përpara se të bëni porosin tuaj është të lexoni me vëmendjen e dur menun e famshme të këtij lokali. O malet e Shqipërisë dhe ju polisat e gjatë. Fushat e gjëra me lule që ju kam ndërmend ditën atë. Do të kullosni bagëtin
që ju mbani dhe ushqeni, O lokal, i nderuar, ju mendjen ma dëfreni. kur dëgjon zërin e qëmës, he, si e lë që në gjikopen, Blegrin 2-3 herë dhe ikën e merë dhena. s'ka ku të shkoj, Është. nuk ka ku shkoj se dheu i ti. Është ky lokal që bëhet edhe varri i ti. Edhe shdo kock, e gjorsh këputur nga i mish, Do të bëhet pleh për lule, për çdo varg, me fiq. ju bëf të mirë, menuja i jo. Faleminderit që zgjodhët lokalin ton. Më falni. Çfarë mund të porosisim nga kjo lloj menuje? Kur ne këtu nuk lexuam asnjë lloj ushqimi. Nuk ju mjaftuan të gjitha ato që lexuat? Po të mos kishim male, Ha. pyet të gjelbëruar, kopet të tëra me qinje dhe kecer me lop dhe buaj. Si mund të siguroni menun e famshme të këtij lokali? Keni vërtet kopet të tilla këtu në lokalin tuaj të qelbur? Po detyra jonë është t'i gatuojmë dhe t'i servirim. Në qoftë se ju vini në lokalin ton të pa përgatitur, atëherë ne nuk kemi se si t'ju au gatuojmë dhe çfarë t'ju servirim. Po, që do të thotë, Që do të thotë? Që do të thotë që ju duhet të vini të përgatitur në këtë lokal. pra, ju nuk shërbeni asgjë në qoftë se ne nuk vim të përgatitur. Sigurisht. More, a ka ndonjë gjë që mund të na shërbej ky lokal? Sigurisht, kemi 2 armëgjahu, Ha? të cilat, kundrejt pagesës, mund t'ja u dhëm në dispozicion. Në dispozicionin e kujt? Në dispozicionin e të dyve. Për pos kësaj, se cili nga ju ka dhe një gjerdan fishekësh për të qelluar arabella, mëllënja, shapka, fazan, pulbardha dhe pulzeza. Si kundër, mund të qelloni dhe të vrisni velpra, ujq, sërkede, dera dhe ari të murmë. Ju dukeni që nga pamja që jeni një çift luftëtarësh. E dashur, kjo më duket një ide shumë interesante. Në qoftë se të dy do të kemi nga një çifte në dorë, atëherë shumë kollaj, ne të dy mund të bëhemi çift. Unë nuk kam mbajtur asnjëherë në dorë ndonjë çifte. Po për të vrarë, ke vrarë gjë? Po kur nuk kam pasur çifte, më falë, me çfarë do t'i vrisi? Kanë ardhur në këtë lokal edhe njerëz që nuk ishin mbajtur kur në jetën e tyre çifte, edhe pse ishin tek. Por ama, kanë bërë kërdin me çiften që u kemi dhënë ne. Ja ku i keni? Ha, më prisni një sekond vetëm sa të marrë vezmet. Po, ja. Ja, kështu, ja kanë drejtuar armët njëri tjetrit, 94,7% e rasteve, 34,2% e rasteve, rezultuan me plagosje të lehta. 22,6% e rasteve, fatkeqësisht përfunduan me vdekjen e njerit. Ndërsa vetëm 5,2% e rasteve rezultuan me vdekje të përbashkëta. Mbushin e armët? Po. Qiftja. Nisur nga fjala qift, ka 2 fishek. Përpara se të shkoni për të gjuajtur, duhet të bëni kontrollin e armës. Ngërin tytat, lart dhe qëlloni. Ja, pra, si që shikoni, armët tona janë efikase. Vetëm kujdes në atë çka do të qëlloni. Në këtë zonën përreth, a ka ndonjë gjë që vërtet ne mund ta qëllojmë? E rëndësishme është jo të qëlloni, por të vrisni.
Po për mua që më vjen keq që të vras shpend dhe kafshë të pafajshme. A ka ndonjë shpend apo kafshë të pafajshme në këtë territor? Absolutisht jo. Të gjitha janë vrarë nga ata që kanë qenë këtu për para nesh. Po atëherë më falë, çfarë do të vrasim ne? A ju do të bëni kujdesin maksimal të mos vrisni njëri tjetrin. Jo gjithmonë kujdesi maksimal ka rezultuar efikas. Nga përvoja ime ka patur shumë raste që të qenurit i kujdesshëm ka rezultuar si një kujdes fatal. Ky lloj fataliteti ne na ka shërbyer në lokalin tonë si kundër çdo lloj normaliteti na është kthyer në të kundërt. Pra, sipas jush, ne duhet të vritemi me njëri tjetrin që ju të dy të keni sukses në biznesin tuaj. Armët i keni. Mund t'i përdorni si të doni, mund të qëlloni këtë doni, mund të vrisni këtë doni. Edhe ne jemi të gatshëm t'ua servirim ato që ju do të vrisni. Dhe sikur unë të mos dua të vras asgjë. Të mos dua të tërheq këmbën e çiftes, edhe me këtë çifte që ju më dhat, t'ju thyej turinve. Aq më keq për ju? A kjo më bën të mendoj që me gjithë se jeni shumë i urritur, mund të ndërmerrni veprime as pak të arsyeshme në raport me urinë tuaj. Duke folur tër kohës bashk për urinë, më duket sikur po më merr edhe mua uria. Do na sillin ndonjë gjë për të ngrënë apo jo? Uria nuk ka të bëjë me të ngrënit. Unë kam shumë vite pa ngrënë edhe nuk vuaj nga uria. Uria është koncept, është metafor, është iluzioni një truri i cili prodhon amalgame të çuditshme. Edhe këto lloj amalgamesh varet nga si organizmi njerëzor i përthis, i përpunon, i vlerëson edhe i transmeton. Edhe do na jepni ndonjë gjë për të ngrënë apo jo? Në qoftë se për 5 minuta ju nuk do të na jepni çfarë do lloj gjëje të ngrënshme, unë do të vdes! Do të vdes edhe përgjegjësinë do ta mbani ju. Vdekja duhet të shikohet në dy aspekte. Përse edhe si. A ja vlen të vdesësh për përset e tua? Edhe si preferon të vdesësh? Unë po vendosa të vdes, do të vdes edhe pikë. Nuk është aq e lehtë dhe thjesht vdekja i dashur. Ku do më lësh mua pas vdekjes tënde? Si mundem unë të jetoj e lumtur pas humbjes tënde? Sa më shumë që vonoheni, aq më tepër do t'ju marr uria. Shkoni kudo qofte dhe vrisni diçka që ne të mundemi t'ua gatuajmë edhe t'ua servirim. Duhet të bëni kujdes që plumbat mos i harxhoni kot. Çdo plumb ka vlerën e tij financiare dhe në qoftë se plumbat e harxhuar vlejnë më tepër se malli që do të na silli, do të jeni përsëri të detyruar të paguani. Keni pasur raste të tilla në lokalin tuaj? Ne si lokal kemi një regjistër të saktë edhe të detajuar për çfarë do lloj rasti. Në vitet e para të aktivitetit ton, prurjet nga çiftet që gjuanin çfarë do lloj shpendi ose kafshe ishin shumë të mira. Me kalimin e viteve, duke u rralluar shpendëria edhe kafshëria, derisa përfunduam në 0 kafsh dhe 0 shpend, çiftet filluan të vrasin njëri tjetrin. Sado që duheshin me njëri tjetrin, ata e vrisnin njëri tjetrin për mbijetesë. Po, edhe më pas çfarë ndodhte? Të dyja palët ishin të kënaqura. Njëri shkonte në parajs, ndërsa tjetri kënaqej me mishin dhe kockat e gatuara nga unë, duke menduar që po i bënte një shërbes partnerit vet, duke futur brenda qenies së tij. Zotëri, po ky është kanibalizam! Po sigurisht, përderisa ne vrasim njëri tjetrin, përse edhe nuk mund ta ham njëri tjetrin? Po jo, që është tjetër. Është krejtësisht në vullnetin tuaj vrasja ose mos vrasja. Në qoftë se do të vrisni diçka, do të mund të ushqeheni.
Cilët nga pjesët e mia trupore do të preferoni të gatuani? Më të preferuarat janë cica. Jo. Janë të buta dhe frymëzuese. Po unë që nuk kam cica? Pjesa më e preferuar janë testikujt. Janë dy gjëndra që po të dish, t'i gatuash, ndikojnë në pjellshmërinë njerëzore. Po në qoftë se meshkujve u hiqen testikujt, si do të mund të riprodhohet raca njerëzore? Unë nuk kam testikuj, por kam mitër. Mitra ime mund të mbarset edhe nga testikujt jo njerëzor. Mbarsja është një koncept universal që nuk varet nga testikujt e një mashkulli. Femra të mbarsen kur duan ato. Pavarësisht llojit të testikujve. Ajo që ka rëndësi është mitra, toka që ushqen krijesën që do të lindë. Mëmësia sa do e pavlerësuar qoftë deri tani, është ajo që e mban njerëzimin gjallë, e zhvillon edhe bën të jetë më tepër njerëzor. Çdo gjë që del nga mitra e një nëne është një qenie që e meriton të duhet, të respektohet, edhe të vlerësohet. Të gjithë jemi të barabartë si qenie njerëzore, sepse gjithkush nga ne ka dalë nga një mitër nëne. Por në qoftë se unë vdes ose vritem, mitra ime nuk do të shërbej më për riprodhim. Unë nuk të kam thënë ndonjëherë që dëshiroj të vrasë. Sa doj pa ngrënë qofsha. Po, në qoftë se unë do isha në prag të vdekjes nga uria, testikujt e tu mund të më ndihmonin të shpëtoja nga vdekja. Do të dilni për gjah, apo jo? Në qoftë se nuk dilni për gjah, nuk keni çfarë të na sillni për të gatuar dhe rrjedhimisht do të vdisni të dy nga uria. More më falni që u pyes. Po në munges të klientëve si puna jonë, ju, me çfarë ushqeni? Klientët nuk na mungojnë, të gjithë vinë çift edhe çdo çift ka dëshirë të vrasë njëri tjetrin. Po çiftet që nuk duan ta vrasin njëri tjetrin, me çfarë ushqehen në këtë lokal? Po si që shikoni, serviset i keni në tavolinë. Keni luk, pirunj, thika të përmasave të ndryshme, qofse çifti nuk preferon të shkojë për gjah dhe të vrasë njëri tjetrin, mund ta bëjë këtë fare mirë në tavolinë, duke përdorur thikat dhe pirujt. Çdo kush është i lirë t'i nxjerrë syt njëri tjetrit me pirun ose me një thikë speciale duke i prerë fytin. Pecetat i kemi për të pastruar gjatë. Pra, çiftet i keni, mjetet e dura vrasëse i keni mbi tavolinë, mjafton të zgjidhni. Po kjo është makabre! Kush dreqi na solli në këtë lokal? Ti e di fare mire, dashur. Na solli era. Pse? Çfarë ere mban lokali ynë? E besoj ty këtë sjell era e këndshme e gatimeve të mia. Kjo që thua zotrote nuk quhet erë, quhet arom. Qoftë edhe ashtu. Nuk është hiç ashtu. Ne na solli era që fryn, era që fryn, era që tund gjethet e pemëve dhe që rrezon për tokë frutat e pjekura. Pra keni ardhur këtu duke fluturuar, duke u shtyr nga era? Po, hypëm në një balon të madhe dhe era na solli këtu. Edhe kur era pushoi, balona ul nga dal, edhe ne jemi këtu. Fup! E kuptoni pra që po të na sose durimi, ne i hipim përsëri balonës dhe fluturojmë që këtej. Në qoftë se do të fry erë. Edhe në qoftë se nuk fryn kjo erë, ne do të presim sa të filloj të fry. Do me thënë që do të plakeni këtu. Në këtë vend asnjëherë nuk ka fryrë asnjë lloj ere. Atëhere do t'jam bathi me vrap për të hikur sa më larg nga ky vend i ndyr. Do me thënë do të plakeni duke vrapuar. Çdo vend tjetër është larg prej këtej të paktën 100 vite jetë. I dashur, këta qënë kanë të shkalluar fare. Merr urgjent në telefon mamin tim dhe thuaj që të vi urgjentisht të na marr. S'ka val.
Do presim derisa të vinë valët. Do me thënë, do të prisni deri në vdekjen tuaj. Këtu, asnjëherë nuk ka pasur dhe nuk do të ketë valë. Po si komunikoni ju me të tjerët, kur keni ndonjë nevojë apo problem? Nuk, asnjëherë nuk kemi pasur asnjë problem. Dhe nevojat tona i përmbushim duke qenë bashkë me zonjëshën e nderuar dhe me klientët e her pas hershëm. Po kur sëmureni, si e njoftoni ambulancën? Me këtë ushqim që konsumojmë ne, si mund të smuremi? Pa të gjitha antitrupat që evitojnë çdo lloj sëmundje i marrim nëpërmjet mishit që konsumojmë. Çdo lloj sëmundjesh që kanë patur klientët tanë, na kanë shërbyer si vaksina për organizmin tonë. Sa më tepër sëmundje të kenë patur një klient, aq më i vlefshëm ka qenë konsumimi i tij. I dashur, bëjmë mirë të largohemi nga ky vend i Po nuk moftuar. filloj të fryer, ne nuk mund të largohemi. Jam mbasi me vrap atere! Do me thënë, do të plakeni duke vrapuar. Më mirë të plakemi duke vrapuar, se sa të në hani ju! Në qoftë se nuk e vrisni njëri tjetrin, nuk kemi si t'ju ham. More, si ka mundësi që ju deri tani nuk e keni ngrënë njëri tjetrin? Po ta ha unë, kush do të gatuaj? Po ta ha unë, kush do të shërbej? A, ju lutem, hajni njëri tjetrin. Dhe në këtë lokal do të gatuaj unë dhe do të shërbej kjo që pretendon që është e dashura ime e dashur. Pra, biznesi juaj do të vazhdoj. Çfarë di të gatuash ti? Unë gatuaj për shesh me dhall dhe një dhall të thartuar. Është reseta më e mirë kundër diabetit, kolesterolit, gurdhave në veshka, kancerit në qafën e midrës dhe kancerit mëlçisë. Lënda e parë ushqimore që përdoret ky lokal është pa diskutueshmërisht më e mira në rajonin ton. Kur them në këtë rajon kam fjalën jo vetëm për rajonet me të cilat kufizohemi, por edhe më gjarë. Ky produkt ushqimor i përgatitur dhe i servirur nga lokali ynë në një të ardhme afat gjatë, afat shkurtër, dhe deri në limitet e kulinarisë botërore do të mund të marrë çmimet më prestigjioze në mbar botën. Gjedhat e mia do të kenë mundësi të shijojnë qeveritar, president shtetësh dhe jo ma dy anonim si ju. Është dhe kjo më ka bërë të marrosëm pas te i dashur. Gjithmonë kam qenë e lumtur dhe e bindur në talentet e tua të jashtëzakonshme. Kam qenë dhe do t'jem gjithmonë gruaja më e lumtur në botë. Po ju sikur thatë që sot është era e parë që takoni. Është e vërtet, po ne e njihnim shumë mirë njëri tjetrin edhe pa u takuar. Po si mund të njëshit pa u takuar dhe pa komunikuar me njëri tjetrin? Komunikimi nuk ka bëj fare me njohjen. Ja. Po të kishim komunikuar, nuk do ta njihnim fare njëri tjetrin. Komunikimi në fundit është pengesa më serioze për të njohur dikë. Sepse kur komunikojmë, njerëzit kur nuk thonë të vërtetën, kur nuk shfaqin ashtu siç janë. A të me thënë, unë që kam shumë kohë që komunikoj me këtë nga zonjëshin e bukur, si pas jush nuk e një fare, Sigurisht. Sigurisht. Pra, si pas jush, as unë nuk e njoh fare këtë. Sigurisht. Ua, Jo. Kjo është vërtet për të qeshur. Me të madhe. me këto budallëqe tuaja, pa më vjen dhe mua për të qeshur. Mirë se erdhët në lokalin tonë. Me çfarë mund t'ju shërbejmë? Unë do të preferoja oktapod me 9 këmbë. I riqadeti me ngjyrë çiklamini, edhe supën e famshme të breshkave të detit, të kapur në brigjet që ndajnë deltën e Amazonës me oqeanin Indian. I keni këto në menun tuaj? Mos.
mjafton të lexoni menyn për kace, për të parë me sytë tuaj, të bukur në qoftë se i keni, apo në qoftë se nuk i keni. Edhe në qoftë se i keni, do të mund të na i shërbeni? Sigurisht, ne jemi gjithmonë në dispozicionin tuaj. Atëherë urgjentisht të na bini ato që unë porosita. Por pa lexuar menunë dhe pa bërë seleksionimin e duhur të shumëllëshmërisë, si mund t'ju gatuajmë dhe mund t'ju servirim? Insistoj A, të më bini, edhe të më servirni i riqët dhe në tapodin, edhe më falni që po ja u them, por në qoftë se i riqi nuk ka ngjyrë çiklamini, do të më detyroni t'ja shkull një nga një gjëmbat edhe t'ja angull në sy, në vesh, në hund, edhe në të gjitha organet tuaja riprodhuese. në këtë lokalin ton me 64 yje nuk shërbehet asgjë. Në qoftë se klientët si puna juaj nuk lexojnë menun. Menut për kace i keni për para syve. Plasin i sytë. Për para se ti plasim sytë tanë për katës, mund të na informoni se në çfarë gjuhe është artuar menuja juaj? Në gjuhën tironse, korçare, tropojanqe, qamqe dhe vlaqe. Po unë që jam nga Çamëria, mund të porosis një di pembithe të cili kusura në cili kuqe? Po unë që jam nga Tirana, a mund të mbi shita veje me gabgjerna e në një omëlsin që ti mshes fyti me sherbet omël? Dhe sa për ato i riqat me gjëmba që porosite në fillim, mu vjen keq të të them, por i riqat janë mbaruar. Na kanë mbetur vetëm gjëmbat që me kënaqësi mund t'i servirja në një pjatë të shoqëruar me limon, kakërvi, breshkash dhe caraca në hellë të marinuara me erza tropikale. Mjafton që të mos mingulni tek cicat e mia delikate dhe frymëzuese. Po ti me të shohun nuk ke cica fare? Plasi syt! Nuk arrin të dallosh këto male të gjelbëruara që unë kam në gjoksin tim. Më falni për konstatimin, por konstatova vetëm 2 male të gjelbëruara me leshje të zi dhe 2 fusha shterp me 2 kratere vulkani që presin të shpërthej. Do porosisim do një gjë, apo t'ju sikterisim që këtej. Nuk e shikoni që lokali është plot me klient, që me si presin t'ju shërbej. Na sikteris, po ta mbajti. Ato Na qiftet, sikterisni, po ja unë bajti. është e mirë atja drejtoni njëri tjetrit. Të merë një shëm në zëmra për kace dhe që të dy, me gjaf këtotësi, të qëlloni në të njëjtën kohë. Po në qoftë se nuk bindemi? Nuk është të thënë që të vridheni vetëm me çifte. Në tavolinë, si që shikoni, keni fika të mprehta që mund t'ju shërbejnë për aktin tuaj final. Po sikur unë të mos dua ta kem finalen me këto thika të shpifura. Të shpifura nuk janë, se ata që kanë qenë këtu për para nesh në këtë lokal i kanë përdorur me efikasitet. Në këtë rast, efikasiteti jeni ju, prandaj bëni mirë t'i përdorni. Këto thika efikase asnjëherë nuk kanë prerë ose vrarë ndokënd. Bile, kaq efikase janë, sa që nuk presim fare asgjë dhe askërkënd. Po atëhere përse dreqin i keni vendosur në tavolina? Nuk i kemi vendosur ne. I gjetëm të vendosura nga të tjerë që kanë qenë këtu për para nesh. Ua, e kush na pas kështë qënë këtu për para nesh? Gjithmonë ka një përpara nesh. Ne të gjithë jemi kalimtar. Do me thonë, dhe ne që jemi këtu zot lokali,
Do të kalojmë, ha? Sigurisht, do të kaloni dhe më pas do të vinë të tjerë njësoj si ju. Po, kur do të jenë njësoj si ne, pse duhet të ikim ne? Po sepse jeni njësoj si ne, si ju dhe si ata që do të vinë. E kush në qënkër kanë këta që do të vinë? Ata që do të vinë, sa po kanë ardhur, plasin i sytë. Na falni që ju shqetësojmë. Kam ardhur këtu bashkë me nusen time të dashur, sepse kam dëgjuar fjalë shumë të mira për lokalin tuaj. Aq të mira i kemi dëgjuar fjalët për lokalin tuaj, sa që vendosëm që muajin ton të mjaltit ta kalojmë këtu në lokalin tuaj me 64 yje. Ku e mësuat ju që unë sot mbush 64 vjeç? 64 vjetori juaj në një të ardhme do të bëhet fest kombëtare. Sepse nami që ka marrë ky lokal i kalon kufit kombëtar. Më falni që po ndërpres. Por ju kanë keq informuar. 64 vjeçari, nga ky moment, nuk është më pronar, por është thjesht një anonim. Dhe pronari këtij lokali jam unë. Ndërsa e dashura ime dashur është ajo që do ju shërbej. Ndërsa mua më duhen shumë vite të tjera që të bëhem 64 vjeç. Unë të dashurin tim të dashur e dashuroj. Dhe do të vazhdoj të dashuroj pavarësisht moshës. Për të mos thënë që sa më tepër kalojnë vitet, aq më tepër unë e dashuroj të dashurin tim. Është pikërisht kjo që na ka mbajtur të lidhur deri tani e dashur. Dhe lidhja jonë është kaq e fortë, sa që është bërë nye dhe nuk ka zot ta ç'bëj më. Ashtu shpresoja edhe unë, që ky edhe unë isim nyje. Po na vinë këtu sa klysha kurve edhe na zhbëjnë. Pavarësisht nyjeve dhe stërnyjeve ne, a mund të ulemi dhe të porosisim diçka për të ngrënë? Ka që i uritur i dashur, i dashur, sa do të të haja ty me gjithë lecka. Të dashurësime, të dashur i pëlqejnë shumë metaforat. Ku mund të ulemi dhe të porosisim? Po me gojnë e hapur, përse rini. Sepse presim për të ngrënë. Kjo është e vetmja mënyrë që unë të mos hahem me gjithë lecka. Leckat e tuaj dashurimi dashur do të mund t'i përdorja thjesht për të fshirë buzët e mia nga yndyra jote e qelbë. Jo, unë nuk kam pikë yndyre në trupin tim. Unë jam i holl, jam elegant, jam gjithë muskuj. Të kujtohet se si të kanë dalë analizat e kolesterolit ishte një skandal i vërtet. Në këtë lokal mund t'ju servirim ushqime të tilla që yndyrat, dhjamosjet, obezitetet do të merrnin lemeri. Por ju nuk keni përse të lemeriseni. Mjafton thjesht të konsumoni ushqimet tona dietike. Po na i sillni pra këto ushqime. Po në fillim duhet të lexoni me Jo, një. nuk duam të lexojmë fare menun tuaj. Atëre na vjen keq të nderuar. Do të ngeleni pa ngrënë. Nuk ka problem fare i dashuri im i dashur. Ne do të mund të jetojmë edhe pa ngrënë. Do të ham vetëm dashurin tonë. Kam përshtypjen se do të ngordhni urije duke ngrënë vetëm dashuri. Edhe unë me këtë, mbasi ja hëngrëm të tëra dashurit njëri tjetrit, na lindi nevoja për të ngrënë diçka. Diçka që ta fusim në stomak, se nga stomaku krijohet premisat jetorit, që më vonë të krijohen premisat për të qenë i dashuruar. Ore do porosisni në ngjë apo ja? Si të shikoni, lokali është plot me njerëz që presin shërbim. Nëse do vazhdoj të merrem me këto budallëqe tuaja, do të na ikin të tërë klientët. Sikur nuk shoh ndonjë klient tjetër në këtë lokal. Nuk sheh sepse nuk do të shohësh. Jo, unë shoh fare mirë dhe në bazë të shikimit tim, më rezulton që këtu nuk ka asnjë kokër klienti tjetër. Atëherë, do t'ju rekomandoja të shkonit për vizitë mjekësore tek okulistika, shih atë që do. Që është e vetmja klinikë që bën të mundur që sytë tuaj të shohin atë që duhet të shohin. Në rastin konkret,
në minut që keni për para në tavolin. Dhe ju mund shikoni atë që duhet shikoni. Pavarësisht se ne, si lokal me 64 yje, ju afrojmë të tëra sortimentet e mundshme. Do të na sillni ndonjë gjë për të ngrënë apo jo? Do na sillni ndonjë gjë për të ngrënë apo jo? Se jam gati të ha komplet nusën time me gjithë fustanin e nusës. Më falni që po ju pyes. Që ta nisim bisedën nga fillimi. A mund t'ju pyes si fillim nga e morët informacionin për këtë rezort të mrekullueshëm me 64 yje? Edhe më falni, me çfarë mjeti erdhët deri këtu? Po, është normale, i dashur, resorti juaj ka kohë që është bëri famshëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Këto rrjete sociale që kanë pushtuar botën nuk mund të mos pushtoheshin nga një lokal si ky juaj. Po, kemi marrë si çifti sapo martuar me qindra SMS në faqen tonë të Facebookut, Instagramit, Twitterit, madje edhe në postën tonë elektronike që na këshillonin të vinim pikërisht në resortin tuaj, në adresën www.resort.era vjen këtu. Këtu? Me çfarë mjeti erdhët? Na solli Era. Cila Era? Po ajo Era që na solli këtu. Dhe pas Era ndaloj, ne zbritëm këtu. Kur kemi qenë ne pronar të këtij resorti, nuk kemi ndërtuar në një pistadion. Jo, ne erdhëm këtu me balon. Po, udhëtuam me një balon të cilën e konstruktoi një i njohur ynë, Jules Verne. Pasi unë gjitëm hodhëm spirancën tonë në bregun e një liqeni. Mirë po qëlloj që spiranca e balonës sonë u kap tek dhëmbi i fildishti një elefanti, i cili duke mos e pranuar spirancën tonë, ja dha vrapit në një drejtim të panjohur. Vrapoj elefanti, derisa u lof elefanti. U qujosua elefanti. Ra barkas elefanti dhe ne zbritëm nga balona. Miqtë e mi, balona është akoma aty. Në qoftë se nuk besoni, mund ta verifikoni edhe elefantin, i cili vazhdon të flerë gjumë nga lodhja e madhe. I dashuri im, i dashur, do të porosisim ndonjë gjë apo jo? Sigurisht e dashura ime, e dashur mjafton që të zotrit e lokalit na japin menun. Po, dhe përveç menus ton të larmishme, a preferoni t'ju gatuajmë asortimente me mish elefanti? Elefanti si pas jush duhet jetë diku këtu rrotull, a? Bukur. Dhe ne me mjetet tona sofistikuara kuzhinore, ne mund që juve t'ju servirim bole elefanti. Dhe kokën do t'a bëjmë një pace të mrekullueshme, ndërsa feçkën mund t'ju servirim me erza përkatëse që ju të mund shironi jo vetëm feçkën, por edhe vrimën e feçkës. Në qoftë se do të keni fatin e keq që t'ju bjerë vetëm vrima, ky lokal nuk mban asnjë lloj përgjegjësie. Nuk preferojmë ne të ham mish elefanti, aq më tepër vrimën e tij. Po mbase do t'ishe interesante i dashur që të provonim bolet e elefantit. Në qoftë se i ka. Si në qoftë se i ka. Po merremi kaq shumë me fjalë sa që mua tashmë po më vjen gjumë. Dua të porosis diçka për nesër në mëngjes. Si do flesh ti e dashur, po ti nuk e ngrën. Po do të ha ty, o bjondi i dashur. O bjondja ime e dashur, po unë jam brun, ti e bjonde. Si, unë, shumë e çuditshme kjo. Po, mirë, nuk e qenë asnjëherë bjondi? Asnjëherë, unë që kur kam lindur kam qenë brun. Po pse unë kam menduar gjithmonë se ti ke qenë bjond? Dhe unë jam sjell me ty sikur ti ishe një bjond. Po nga që duket ke pasur preferenca për bjondët. Kam njohur unë ndonjëherë ndonjë bjond, po apo jo? Po, ke njohur skuadrën e futbollit, ata ishin të gjithë bjond. E të mërshme! Atëherë, unë pse jam lidhur me ty? Po jo, unë vërtet nuk isha bjond, po unë isha tifozi flakt i skuadrës së futbollit që ishin të tërë bjond. O zot, në fund të fundit, s'ka problem. Në fund të fundit si bjond, si brun të gjithë janë njësoj. Burrat do me thënë. Po,
Si që thamë, ne jemi të sapo martuar. Kemi ardhur këtu për të kaluar muajin e mjaltit. Do të preferonim që të na binit për të ngrënë një oktapod me 9 këmbë, por me mjalt. I ri qadeti me ngjyrë qiklami, vetëm ju lutem, me mjalt. Supën e famshme të breshkave të detit e duam shumë, por me mjalt. Dhe mundësisht jetë e kapur në brigjet që ndajnë deltën e Amazonës me oqeanin Indian. I keni këto në menun tuaj? I kemi pasur. Kur kemi qenë ne, pronar. More, ju nuk keni qenë kur pronar këtu. Ju jeni thjesht uzurpator. More tani që haka shkoj tek i Zoti, Zoti që jemi ne, do të bëhet Zot në zotërimin e vetë. Si të zotër dhe zot të këtij lokali, a mund të keni çfarë do lloj ushqimi, vetëm ju lutem, me mjalt? Dhe sepse nuk mund të kuptohet një muaj mjalti pa pasur në menun e përditshme mjaltin e ëmbël, aromatik, ngjitës, sepse të qenit i ngjitshëm ka të bëjë me ngjitjen fizike që ne si çift do me thënë kemi pasur dhe vazhdojmë ta kemi sepse vetëm kështu mund të mbjetoj raca njerëzore, sa më tepër të ngjitur dhe sa më tepër deportues të jemi tek njëri tjetri, aq më tepër do të mund të litim fëmijë, të shtohemi, të shumohemi, të cilët edhe ato do të mund të shtohen në bazë të ngjitjes së tyre dhe kështu do të mund të shumë fishohet dhe do të shumohet raca njerëzore. Pra, siç besoj e kuptuat filozofinë tonë të tashme dhe të ardhme. Për hir të së tashmes dhe të ardhmes, a mund të na servirni çfarë do lloj ushqimi, vetëm ju lutem të jetë me mjalt? Me kënaqësi më të madhe, por në qoftë se do të shqyrtonit me vëmendje menun e resortit ton, do të vini të re që në asnjë rast nuk do ta lexonit fjalën mjalt. Dhe kjo për arsyen e thjesht, sepse këtu nuk ka patur. Nuk ka. Dhe nuk do të ketë asnjëherë asnjë pikë mjalt. Është e vërtet, fjalën mjalt unë nuk e kam shqiptuar ndonjëherë tek të gjithë klientët tanë të nderuar. Kam përshtypjen që mjaltin ne të dyve na bën alergji. Përveç se kjo është si ëmbël, është kaq i ngjitës, sa që ngjitja e tij më krijon ndjesinë të qenurit i ngjitur pas diçka e nga cila dëshiron të mos kesh asnjë kontakt. E jo më pastaj ti je i ngjitur me ta. Po na çani bythën me këtë filozofin tuaj për ngjitjen dhe mos ngjitjen. Duke qenë se ne jemi në muaj mjalti, ju këshilloj për të mos thënë që ju urdhëroj, që të niseni më vrap tani dhe të na sillni në tryezën ton mjalt, qoftë ngjitës dhe apo jo ngjitës. Boll të jetë mjalt, se për ndryshe, muaj joni mjaltit do të kthehet në një muaj muti. Me qëra fjala ku i keni banjat? Ah, banjot! Po. Banjot i kemi ekologjike, edhe bio. Ja, gjithse kush mund të shfrytëzoj ambientin përreth. Me gjethe. Dhe aty mund të kryej çdo lloj nevoje fiziologjike që ka. Ndërsa, për tu mund të përdori çdo lloj gjetheje, në rast se do të gjej. Me të shohun, këtu për qark ka vetëm pem pa asnjë gjethe. As bar nuk ka, as lule nuk ka. Pra, mungon gjelbërimi. Sigurisht, moj nuse e bukur. Pretendimi i gjelbërimit është një pretendim absurd. Të gjitha ata që kanë qenë përpara nesh dhe do të vazhdojnë të jenë edhe pas nesh në këtë lokal, kanë bërë dhe do të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Shfarosjen e gjelbërimit. E vetëm një pemë që her pas here mbi në këtë lokal djerë, është një pemë bastarde, pa origjinë të mirëfillt dhe që quhet Haloricus Bishtajucus Rafericus. Ju kanë mbetur edhe shumë drur nga kjo lloj peme? Jo.
Kjo lloj peme ka kohë që është zhdukur nga sipërfaqja. Ne kemi kohë që presim mbirje të reja. Do të na sillni ndonjë gjë për të ngrënë apo jo? Na falni, por nëse ju pretendoni që çdo ushqim duhet ta kombinojmë me mjalt, ju nuk do të hani asgjë. Mjalt këtu nuk kemi, sepse nuk ka gjelbërim. Edhe ato pak lule që ishin, qoheshin në vareza. Duke ardhur këtu me balonën ton, ne nuk pam asnjë lloj vareze. Po pse nuk mbillni lule në mënyrë që bletët të ushqehen me nektarin e tyre? Pse? Do të porosisin ndonjë gjë apo jo? Po na shkatroni biznesin me tërë këta klientët e panumur të këtij lokali që kemi, do na shkatroni fare. Të gjithë presin me padurim që unë t'ju shërbej. E keni kollaj fare, nderuar, elefantin e keni aty ku tham, dhe fare bukur, mund t'i shërbeni çdo tavoline që është e mbushur me klient, dhe pastaj në pjatë mund t'i vendosni atë vrimën e noçkës së elefantit. Mos harroni që ta spërkasni pak me limon. Po ju të dy anonimët, që keni kaq kohë që po më rini këtu si hunj gardhi, doni të porosisin ndonjë gjë apo? Në ishe lokalin ton, preferojmë të na shërbet nga ju si uzurpator, qëfar do lloj gjeje që ju dispononi në lokalin ish tonin, përveç mjalt. Si njeri me përvojë të gjatë në raportet me biznesin, ju këshilloj që pikë së pari të mbillni lule. Dhe pikë së dyti të keni disa koshere, bletësh, në mënyrë që të keni mundësi që menu suaj t'i shtohet një gjë e ëmbël, ngjitse, bio. Zonjë nderuar, po me çfarë do të mund t'ju isim? Pleherojmë këto lule që thoni ju. Kur këtu nuk ka as ujë, as kafsh, as shpend, që do të mund të dhjesin, të bëjmë bajga, të bëjmë glasa. Në mungesë të ujit, unë i kam pastruar pjatat e përdorura duke i lëpirë me gjuhë. Edhe mbasë çdo lëpirje të pjatave, unë i lëpirje të dashur, sime të dashur, gjuhën, duke për të mundur eliminimin e çdo mbetjeje bimore dhe shtazore. Në këtë rast, praktikoni njëkohësisht ashtu quajturun puthje franceze, ku nuk hyn në përdorim buzët, por vetëm gjuhët përkatëse. Duke u puthur në këtë mënyrë gjuhësore, pa dashje kuptuam që të dy dinim të flisnim vrënjisht. Do porosisni ndonjë gjë apo jo? Edhe në qoftë se ju të dy nuk porosisni, mund të largoheni nga ky resort, që ju afron akomodimin më komod, jo vetëm në rajonin ton, por edhe më gjarë. Edhe jemi të bindur që dhe ardhmja juaj, duke ju gjykuar nga performanca që sapo bët, do t'jetë shumë e lumtur. Si mund t'jetë e lumtur kur ju nuk na ofruat asgjë për të ngrënë? Po, që të hani duhet jetoni, dhe që t'jetoni duke ngrënë, duhet të vrisni. Rezorti ynë ju afron mjetet e duhura që të mund të vrisni dhe të jetoni me vrasjet tua. Jam gati të vras çfarë do lloj gjëje, vetëm që të kem mundësi ta ha. Po ne që armët tona ja u dham juve, çfarë do të mund të vrasim për të ushqyer? Cila është zona më e mirë që ne mund të vrasim diçka për të ushqyer? Unë nuk kam qëlluar kur në jetë me një armë, nuk mund të vras qoftë edhe një mizë. Në qoftë se më duhet të vras diçka, do të preferoja më mirë të vdisja urije. Mos u shqetëso e dashura ime e dashur. Të jap fjalën se do të jem unë ai që do të qelloj një herë për vete, një herë për ty. Atëherë nisuni, Mezi po shpejt. presim vrasjet tuaja. Edhe ne, si ish pronar të këtij resorti, duhet të bëjmë të njëjtën gjë? Në qoftë se ju doni të jetoni, po. Apo ti jetë për mua. Të parin të vras ty. Ua! Edhe me
kokën tënde, gatoj një pak që koke, edhe me zorët e tua, do të bëj një kukurec pikant, edhe me mëlqin tënde, do të bëj një tardheu. Provoje, po ta mbajti. Provoje, po ta mbajti! Provojeni, po ju ambajti. Provojeni, po ju ambajti. Do të qëllosh ti pari, apo të qëlloj unë? Po derisa të dy do kemi të njëjtin fat, që rëndësi ka? Rëndësia nuk ka të bëj me rëndesën. E dim që të dy që do të vdesim. Dhe për të dy, kjo nuk ka pikë rëndësie. E rëndësishme që ndron tek pseja. Ne kemi lindur për të vdekur dhe do të vdesim, duam apo nuk duam. Po pa qelluar njëri tjetrin, si mund të vdesin? Si vdiqen këta duke mos qelluar njëri tjetrin? Plumbat e gjithë se kujt bën rikoshet. Po këtu nuk ka as mure, as qati. Ku bën rikoshet këto plumbat mallkuar? Të tërë plumbat shkuan lartë, dhe ne mendojmë që atje lartë ka asgjë. Ai që beson tek lartësia që na është dhënë, e di fare mirë që sa më lartë të ngjitesh, aq më tepër mundësi ke të takosh atë. Mirë ai që nuk arrin të ngjitet lartë. Ai që na shikon dhe gjykon, është pikërisht ai që i bën rikoshet plumbave tanë, armëve që ne si njerëz i kemi krijuar për të vrarë njëri tjetrin. Dhe unë si njeri që jam i detyruar. Jam i detyruar të të qëlloj ty për arsye që nuk i di as unë. Ti, duke më qelluar mua për mbush misionin shnjerzor të shfarosjes me dëshirë dhe vullnet të njëri tjetrit. Pra, e drejta e mbijetesës lidhet domosdoshmërisht me të drejtën dhe dëshirën për të vrarë njëri tjetrin. Unë jam i bindur që plumbi im, jo, nuk do të vras ty. Ai do të më vras mua. Ashtu si kundër plumbi yt, nuk do të më vras mua, por do të vras ty. Sepse ne nuk e dim që kur tërheqim këmbëzën e arme, plumbi vërtet shkon drejt. Por gishti që tërheq këmbëzën është i drejtuar nga ty. Ai në krijoi me dëshirën dhe vullnetin e mirë që ne, unë, ti, të jetonim në botën e krijuar po prej ti, por në harmoni me njëri tjetrin, në harmoni me të gjitha gjallësat e tjera. Por gjallësa më e frikshme që ai krijoi jemi ne. Po. Ne. Ne që nuk kuptohemi me njëri tjetrin. Ne që nuk bijem dakord me njëri tjetrin. Dhe luftojmë me njëri tjetrin duke shpikur dhe krijuar armë vrastare. E ardhmja nuk është dhe nuk mund të jetë jona. E ardhmja është vetëm e atyre që do të na pasojnë. Ata që do të vinë dhe do të na zvendësojnë. Do të jenë shumë më të mirë se ne, por ne nuk do ta kemi fatin t'i shikojmë dhe t'i takojmë. Miku im, s'më mbetet gjë tjetër për të thënë, përveç se
t'ju uroj një jetë të mbar planetit tonë.